Dhe është e pamundshme. Nuk po flas për ndoshta kalkulime politike ose për sociale apo tjera, po flas vetëm nga aspekti fetar. Zoti është i drejtë. Askuj nuk i bën padrejti. Nuk është e mundshme që një popull të jetë me të vërtetë shumë i drejtë, i përgjithshëm, e i mirë nga gjitha aspektet, e në fund të fundit të ndëshkohet me një udhëheq të padrejtë. Është e pamundshme. Do ai është një reflektim i një gjendje çfarë kemi ne. Andaj mund të jemi ne për shembull të padrejtë ndaj punëtorit, e pastaj bëhet ndaj nesh dikush që është mbi ne. Kështu Zoti një mbi një e ngarkon. Andaj për shembull kur dikush kërkon ndryshim të pushtetit, i them, ndryshoje pushtetin tënd familje. Ti je kryefamiljar. Si po udhëheqi me familjen tënde? Ai i përgjithshëm apo i kryen detyrat? Nëse je ti kështu, Zoti ta bën një shef në punë të përgjithshëm. E atij shefi ja bën një drejtor të përgjithshëm. E këtij drejtori një kryetar komunë të përgjithshëm e kështu me radhën. Prandaj mendoj që ndryshimi fillon nga vetja. Duhet të jemi ne të përgjithshëm që pastaj në mënyrë zinxhirore të bartet përgjegjësia deri tek instancat më të larta të udhëheqjes të shtetit. Minimumi nuk është i përgjithshëm në detyrat që i ka. Nëse çdo kush për shembull i kryen si duhet përgjegjësitë e tij që i ka. Minimumi përgjegjësia është vota. Atje mund ta tregojmë përgjegjësinë tonë tek e fundit. Bukur fort.